Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në kanalin tonë. Unë jam Misa dhe kjo është mami im. Dhe kjo është beba ime. Quhet Malbora. Mirë se keni ardhur në kanalin tonë. Po e fillojmë këtë vlog me ditën e parë të pushimeve të verës. Kemi marrë pushime pjesën më të madhe të kohës dhe jemi bashkë. Si jeni ju njerëz? Ne jemi mirë. Jemi pak të mërzitura se na ka mërruar shkolla. Nuk na pëlqen kjo pjesa që nuk do jemi në shkollë, që nuk do ta bëjmë mësueset. Mejsa ka një tip që lidhet shumë fort me mësueset dhe se vend dyshim që do t'i mungojnë. Por ditët kalojnë shpejt dhe ne do rikthehemi në klasën e dytë. Bum. Okej, pse po e hapun këtë video tani? Është ora 11:00. Po forca, nuk gjallë. 11:00. Dhe Do ju tregoj ti pako që kanë ardhur. që na kanë ardhur nga Amazon. Unë i kam hapur pakot kështu, do me thënë këtë e kam hapur, e kam parë edhe brenda, ndërsa pakon më të madhe nuk e kam hapur. Po e filloj nga kjo të vogla, janë produkte pune. Po e filloj nga kjo më e vogla. Kjo është një set për pedikyrin. Okej. Tani fillon edhe bërja e pedikyrit, edhe kështu që më duheshin. Brenda kutia ka edhe këtë broshurën. Dhe është kështu, ka edhe poshtë materiale, po edhe këtu brenda. Fillojmë nga kjo freza, ta heq freza, sepse bën shumë zhurmë. Filloj me këtë frezën. E bukura e kësaj është që ka edhe këtë dritën këtu, për shembull kur je në ndonjë moment, sepse këtu kur futesh nëpër shtëpia, ka shtëpia që kanë dritë, kanë shtëpia që nuk kanë dritë. Edhe kur je në ndonjë moment që nuk e ke atë dritën e mjaftueshme, kjo pjesa këtu, megjithëse tani është ditë edhe nuk duket, por kjo pjesa këtu normalisht të bën punë, të futet në punë. Atëherë është me dy versione, me xhiro të pakta dhe me xhiro pak më të shumta. Bebi, mos është gjë posta? Me qënë se po flisim për postat, në herë dhe një post tjetër. Kemi 3 posta për të treguar. Okej, vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Që tregoj. Po, nuk e di se çfarë po thoja, po më duket po flisja. Okej. Po flisja për këtë pjesën që ka xhiro të pakta dhe xhiro pak më të shumta. Ka këtë pjesën që ndërkohë e merr me vete dhe e mbron. Ka 2 koka të tilla. Njëra është pak më e fortë, njëra është pak më e butë. Vjen me një fish për karikim dhe këtu duket edhe sa bateri ka. Për shembull, për momentin kjo ka 98. Unë nuk e kam përdor, por që të shikojmë sa do mbaj. Okej, e kalojmë në këtë gjën. Gjithashtu, gjëja e bukur vjen edhe me një çantë. Ku mund t'i bash këtu brenda. Kjo është shumë cute. Dhe brenda në pako ishte edhe kjo seti tjetër. E këto limat. Okej, është 1, 2. Kjo është pak më ashpër, ndërkohë ka edhe këtu. Ka edhe këtë pjesën nga mbrapa. Vazhdojmë përsëri me një lim tjetër.
3. Këto lima duhen pa fund. Sidomos kur bën pedikyr duhen pa fund. Më pas është kjo pjesa e briskut, ku bën në pastrimin e themrave. Gjithashtu edhe një prerëse për pjesën e kallove ose për pjesën pastrimin e themrave. Edhe një lim. Është edhe kjo pjesa ku ti e vendos poshtë. Si quhet kjo? Si silikon. E vendos poshtë, por e vendos në një ambient që kjo mund të ngjisi. Dhe ndërkohë për mos ta prekur vetë këtë pjesën që ndërkohë për mos të dëmtuar, e mban të shtypur këtë edhe e tërheq me anë të kësaj. Nuk kam se si. Nuk mund ta bëj dot tani. Gjithsesi, vazhdojmë tek tjetra, përsëri këto furçat me ëmbër pa fund, sepse kur unë marr sete, nuk mungojnë asnjëherë limat, edhe këto furçat e vogla, gjithashtu edhe këto për kutikulat. Ka edhe 3 briskje për këtë. Pajisja këtu. Okej. E fusim shpejt këto brenda. Okej, kam një tjetër, jo ajo që më erdhi tani është një tjetër. E kam hapur, thjesht e kam hapur, ndërsa këtë pjesën brenda nuk e kam hapur, do ta hapim bashkë. Këto lart e hapa më tepër për arsye kohe, sepse të merr shumë kohë pjesa e hapjes. Pjesa me qesë nuk e ka hapur. Okej. Dhe duket edhe nga imri se çfarë ka porositë. Unë një ring lighter për të bërë video të bukura. Unë këto se kam marrë vetëm për videot, e kam marrë edhe për pjesën kur bëj thonjët, sepse ajo unë e kam një, por është e vogël edhe drita sipër, nuk lëviz domethënë në të gjitha anët. Ndërsa këtë e mora që të jetë e lëvizshme dhe të ndihmon me pjesën e dritës. Ajo që të tjerë Unë më nëse më dukesh shumë mirë aty. Kështu? Po, atë e kam sjell nga Shqipëria. E kam dera lej. Por është e vogël, ajo më tepër është për të bërë make-up, nuk është se të volit shumë. Po kjo është super e bukur sepse vjen edhe me një, do t'ju them edhe çmimet. Vjen me një çantë. Nuk jam fare mirë me hapjen e këtyre. Po, aspetta. Vjen me një çantë të tillë, ku këtu brenda ndodhet çdo gjë. E hapim. Ky ka kushtuar, se i them kështu, në momentet pa përshtatshme pjesën e çmimeve se harroj gjithmonë. Ka kushtuar, unë e kam kapur me ofertë nga 38 që kishte qenë në fillim, ishte për 30. Edhe unë aq e mora 30. Okej, vazhdoj me pjesën e dritës. Jo ka një diçka të bukur sepse ka më duket se 20, sa më dashur. Nuk të potet edhe kafeina. Kjo ka një gjë të bukur sepse ka diku tek 20 e ca ngjyra, nuk është vetëm me dritën e bardhë, dritën e verdhë dhe ato që është midis të bardhës, midis të verdhës. Okej. Ne do t'i montojmë këto. Pjesën tani kemi këtë pjesën ku vendoset telefoni, që hapet. Ta spostoj mami këtë para se ta thymë. Okej. Vazhdojmë. Kemi tjetër, po përsëri, sepse gjëja tjetër që kjo ka të mirë është se ka për të vendosur njëkohësisht ti mund të filmosh me 2 telefona, me kamerë ose me telefon. Okej. Është edhe me Bluetooth. Kur ti do të bësh foto, ke këtë pultin e vogël që e shtyp edhe ndërkohë bën foto, nga distanca që ti kërkon edhe normalisht nga distanca që kjo të lejon. Okej.
Janë edhe një dy gjëra këtu që mendoj se është, nuk e di se ku mund t'jetë eksaktësisht, por do ta shikojmë se ku. Por gjëja e bukur të kjo ishte sepse është me këtë pjesën e xhepit këtu që mund ta mbyllësh ose mund ta lësh të hapur dhe ti i vendos me radhë. Pjesa tjetër më besoni për kaq sa e ka marrë unë, ja super ja blen. Kjo është përsëri një nga dhuratat e ditëlindjes. Nuk kam mbaruar akoma me dhuratat e ditëlindjes. Okej. Okej, nuk e di se si. Po mund të hap. E hapim. Kjo është pjesa e bishtit. Okej. Mendo pasi ishte vogël, por është goxha. Ndërkohë po t'rregoj edhe postën tjetër. Tamam, i fusim këtu brenda që mos ta ngatërrojmë. Vazhdoj me postën tjetër. Livivo. Vazhdoj me postën tjetër. Ka marrë një basket për pedikyrin. Nuk mbarojnë fotia. Si që thoja, ka marrë një basket për pedikyrin. Okej, mbaj pak tjetër ta kam dhejnë. Të gjitha postat që unë kam bërë në Amazon, ju betojmë që kam qenë shumë e kënaqur me gjërat që kam marrë, cilësia është super dhe siguria mbi të gjitha, se ato që unë kam porositur është super. Fillojmë tani. Gjëja e parë që më ka të nduart janë këto kokat. Më sakt, unë do t'i vendos, do me thënë, në foton e kopertinës, do vendos fotot reale se si janë, sepse kështu duken sikur asnjë gjë thjesht tregon pjesë dhe asnjë gjë nuk shikon. Okej. Ju e dini që unë tashmë këtu punoj nëpër shtëpia. Dhe pse po e them këtë gjë sepse doja të tregoja pse e kam marrë me mbyllje. Në momentin që mua më duhet të lëviz, të paktën të kem komoditet në pajisje. Dhe kjo pjesa hapet edhe mbyllet. Se si funksionon, nuk e di, po do ta gjej. Gjithsesi, nga brenda është kështu. Më duhet një kokë për këtë nejse. Nga brenda është për në momenti që ti e vendos në prizë këto lëvizin, gjithashtu edhe kjo koka këtu rrotullohet. Provojmë ta hapim njërë se kam idenë se si hapet. Dhe kështu është e hapur. Ka këto dy telat e fortë që në momentin që ti do ta mbyllësh, i mbyll këto dhe futen brenda. Dhe më pas ti e mbyll sepse kjo është një material plastike goxha e fortë. Nga brenda duket kështu ose më saktë kështu. Ta provojmë njërë, bën apo jo? No, s'kemi prizë se kjo. Sa keq. Është herë e parë që kam një pajisje me këtë lloj prize, si i thon, prizë angleze. Po, sepse lexon të anglisht. No. Nuk e di se kam iden, por do t'i gjej një adaptor edhe do ta vendos. Kështu njerëz, këto ishin gjitha budalliqet që kam marrë unë, ndërkohë do t'rregoj edhe ring lighterin e montuar, pasi të mbledhim një çik të gjën që kemi këtu mbrapa. Prit. Shiko se kemi bërë, nga ana tjetër. Dhe do të shihemi në vazhdim
Për sot nuk është se kemi ndonjë gjë për të bërë, thjesht kemi punë, nuk është se do t'tregojmë ndoshta ndonjë gjë interesante për sot, nesër është shtunë, kemi thjesht shpesa për të bërë, ndonjë dalje, ndonjë kafe, edhe kaq mjafton. Okej, e mbyllim këtu këtë pjesë dhe shihemi me vazhdimin. Njerëz, ju thash që jam shumë harruqe dhe harrova t'ju thoja që kjo ka kushtuar 48. No, 45. Nuk jam shumë e sigurt, po diçka e tillë, 48 o 45. Dhe po ju tregoj se si duket. Është goxha i gjatë. Akoma unë këtë pjesën këtu lart nuk e kam hapur deri në fund. Është diku tek 1.80 më gjatë se unë. Bëj pak ngjyrat, mami? Me anë të këtij pultit këtu, një sekond shpirt, me anë të këtij pultit këtu mund t'i ndryshojmë ngjyrat ose mund të bëjmë atë ngjyrën e përshtatshme që na duhet për të bërë video. Jepi një mami ndryshoj? Bravo. Jepi. Kishte diku tek 20, shumë e bukur kjo. Diku tek 27 ngjyra. Shtyp këto, mami? Të shpirti? Ndërsa kjo është drita që duhet për të bërë video ose make-up. Këto janë këto 3 dritat që të volisin ose për të bërë thonjët. Ky ishte edhe ring lighteri. Jam super e kënaqur me këtë blerje. Kisha kohë që e doja, po tani erdhi momenti dhe e mora. Është ora 3. Edhe ne thamë të dalim, më mërzitëm brenda dhe kemi dalë në një park, po këtu afër te shtëpia. Voila! Këtu është për të bërë stërvitje. Po ne nuk bëjmë stërvitje, ne vim dhe i shikojmë këto. Dhe ndërkohë një që gjej këtu nuk mund të ulesh sepse ka vetëm miza, blet, të vinë gjithë si avionat ulen. Mejsa! Kur tjerët flen gjumë, fëmiu tim si rrihet brenda, duhet patjetër të dalim. Këtë se nëna vetë, unë po që se dua fare diellin. Bebi, dhe ikim? Si? Hajde mami, se është shumë pap, hajde se s'po mundem dot. Hajde se ti nuk ngopesh. Qa? Hajde se ti nuk ngopesh me të luajtur, pa hajde se do dalim prap kur të vi babi. Kur të vi nga puna. Hajde jeta. Ikim për në shtëpi, sepse bën shumë bap. Erdhem të shtëpia. Brenda për fresk, këtë jashtë për shumë bap. Fjablem fare, me gjithse tani është shpejt për të dalë, por unë i sa mërzit brenda, dalim, dolem. Unë tani do lexoj pak të librin që mora tek parku i Arkadiës. Kam kuptuar që leximi të bën shumë mirë edhe për pjesën e formimit të fjalive, do me thënë për sa i përket italishtes, ose normalisht gjuhëve në përgjithësi, por që unë për këtë arsye kam marrë më tepër sepse më ndihmon edhe me pjesën e gjuhës. Kështu do lexoj pak. Nuk e di çfarë do bëj më pas. Ndoshta do merrem me darkën. Se kam idenë se çfarë do bëj për darkë, çfarë do gatuaj, çfarë i hahet mesës ose andit. Kështu njerëz, këto janë dilemat e ditës. Hej, nga dita tjetër.
Dje nuk kam filmuar më, nuk është të bëra ndonjë gjë kushti, nuk është të bëra ndonjë gjë interesante, thjesht dolëm. Edhe tani po merrem po bëj pak drekën, Mesa më ka kërkuar që të bëj pastiqe, dhe kështu që pastiqen do ta bëjmë bashkë. Jam duke zjerë makaronat dhe ndërkohë do bëj edhe beshamelin, dhe kështu që e bëjmë bashkë. Tu kam vendosur makaronat për zjerje. Do t'i le diku tek 8 minuta, 8-9 minuta. Dhe më pas do merrem me përgatitjen e beshamelit. Shikoj që makaronat janë zjerë. Do t'i fik. Dhe do vazhdoj nga beshameli. Përkohë këtu brenda kam hedhur qumshtin edhe djathin e coptuar. Do t'i hedh 3 vezë. Do t'i trasoj. Kjo është pak e vogël për të trazuar, por gjithsesi.